Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat kaq shumë të dashura për ne shqiptarët, sidomos pasi janë recetat që na rriten. Kam përgatitur kulaç me djathë dhe ullinj. Është një recetë edhe bukë edhe gjellë. Jo vetëm që përgatitet shpejt, por ka një shije dhe një aromë fantastike. Unë juftoj të qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një enë kam shtuar 500 gram miell gruri, një lugë çaj krip dhe një lugë çaj sodë. Masën do ta përzijem shumë mirë, kjo është shumë e rëndësishme në mënyrë që soda të mos mbese pa përhapur, pasi më pas vjen një aromë jo e këndshme. Një vezë do shtojmë 200 gram kos, 2 lugë vaj ulliri dhe 200 ml qumësh do ta shtojmë pak e nga pak, duke e përzier, kështu mund ta shihni masën me sy, mbase mund të doj pak më pak, ndoshta pak më shumë, pasi varet se sa përthithës është mielli. Unë kur përgatis kulaçin, më pëlqen që brumin ta lë pak të qullët, ja kështu, jo të fortë si një brum buke. Kam shtuar 100 gram djathë të bardhë, 100 gram ullinj të prerë në copa. Do vazhdojmë përzierjen derisa të na bëhet një masë e një trajtshme, ndërkohë tavën do ta lyejmë me pak vaj ose me pak gjalp sipas dëshirës suaj dhe do vendosim masën duke e hapur në sipërfaqe me ndihmën e një luge. Unë kam shtuar pak vaj në sipërfaqe, nëse dëshironi që të ketë aromë më të mirë, mund të shtoni pak gjalp, pra sipas dëshirës suaj, dhe e pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Mua më mori rreth 40 minuta. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, juftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani edhe se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Është kënaqësi e madhe për mua ta mësoj. Siç e shihni, ky është rezultati, sa shpejt që bëhet dhe është kaq i mirë në shije. Si ju duket? Pres përshtypjen tuaj në koment.